Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Mandalina nga sofra ime për të gjithë ju që më dëgjoni për herë të parë. Sot kam përgatitur një nga ëmbëlsirat tona tradicionale, e cila përgatitet mjaft lehtë, por ka dhe ajo sekretet e saj të vogla në mënyrë që të dalë sa më perfekte. Siç e shihni, kam përgatitur kadaif me arra. Është kjo ëmbëlsira e Bajramit. Fillojmë pa humbur kohë. Kam përdorur 300 gram kadaif të njom, të cilin e kam prerë hollë dhe e kam lënë jashtë gjithë natën në mënyrë që të thahet. Nëse dëshironi ta përgatisni më shpejt, mund ta thani pak minuta në sobë. Kam shtuar 2 lugë sheqer pluhur. Nuk ka problem nëse është me kokriza si në rastin tim, pasi do të piqet, do të shërbetoset, kështu që nuk prish punë. Mjafton ta përzieni shumë mirë të gjithë të dy përbërësit. Ndërkohë, në një enë kam shtuar 250 gram arra të thërmuara, 2 lugë sheqer pluhur dhe 1 lugë çaji me kanellë. E përziem shumë mirë derisa të lidhen të gjithë përbërësit me njëri tjetrin. Nëse nuk e preferoni kanellën, mund të shtoni vanilje ose karafil, pra erëzat sipas dëshirës. Pasi e kemi përzier shumë mirë, e lëm me një anë, i kemi gati masat. Ndërkohë nga ana tjetër unë kam tretur dhe 200 gram gjalp, të cilën fillimisht lyem tepsinë. Tepsia që kam përdorur për këtë ëmbëlsirë ka diametër 30 cm. E kam lyer me gjalp dhe do të shtrojmë fillimisht gjysmën e masës së kadaifit. Do të hapim mirë në të gjithë sipërfaqen. Përse duhen tharë petët pak përpara? Është shumë e rëndësishme për mendimin tim, pasi pjekja bëhet më shpejt dhe në mënyrë më perfekte. Pasi kemi shtruar petët, do t'i sheshojmë, do t'i bëjmë kështu me ndihmën e një gote. Mund ta quani si të dëshironi, do t'i ngjeshim me ndihmën e një gote. Mos harrojmë gjalp përsëri, gjalpi duhet i tretur dhe sigurisht pa krip. Pasi kemi shtuar edhe pjesën e gjalpit, do shtojmë arrat që përgatitëm, që përziem me sheqer pluhur dhe me kanellë. Nëse nuk preferoni arra, mund të shtoni bajame, mund të shtoni fistik, pra sipas dëshirës edhe fruta të thata. E ngjeshim përsëri me gotën, kështu si po shihni në video, dhe është gati për të shtuar pjesën e dytë të kadaifit. Unë kadaifin e kam lënë në kuzhinë, e hapa në një tepsi të madhe dhe e lash ashtu për gjithë natën dhe në mëngjes ai ishte tharë. Por siç e thash edhe më përpara, mund ta thani pak në sobë, jo të marrë ngjyrë, thjesht sa të thahet dhe të mos jetë i njom. Vazhdojmë ta ngjeshim me gotë, kjo është shtresa e fundit dhe do hedhim gjalpin, pjesën e mbetur. Unë dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Në përfundim, mjafton ta ngjeshim me lugë në mënyrë që të mos mbesin fijet e kadaifit të ngritura lart, pasi gjatë pjekjes mund të digjen, prandaj është e rëndësishme. Ndërkohë që e pjekim në 150 gradë, do përgatisim shërbetin, 700 ml ujë, 700 gram sheqer, 2 feta limoni dhe 2 shkopa kanelle. E kam zier 20 minuta që nga pika e vlimit. Pasi kadaifi ka dalë nga furra, shikoni pak sa ngjyrë të bukur ka marrë dhe është pjekur në mënyrë të njëtrajtshme, pra njësoj. Do ta shërbetosim, shërbeti duhet i ftohtë dhe kadaifi i nxehtë, pra i sapo dal nga furra. E shërbetosim, e lëm pak në mënyrë që të zbutet dhe më pas e presim me kujdes. Fillimisht, kur nuk e ka përthithur akoma mirë shërbetin, do ju duket sikur do të prishet gjatë prerjes, por mos u shqetësoni, pasi sa më shumë të përthith shërbetin, aq më e lehtë është ndarja e racioneve. Mund ta prisni sipas dëshirës, unë kam zgjedhur mënyrën më të thjeshtë. Gjithashtu, nëse dëshironi që ta bëni ndryshe, mund ta përgatisni edhe në formë roloje, por unë zgjodha mënyrën më të thjeshtë duke shtruar kështu si pat në video.
dhe vërtet doli shumë i mirë. E dekorojmë me fistika me arra sipas dëshirës suaj. Dhe kadaifi është gati për t'u shijuar. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të mbështetur mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypje në koment. Dua të uroj të gjithë besimtarët musliman që Fitër Bajrami t'i gjej gëzuar me shtëpinë dhe zemrat plot. Faleminderit që më ndiqni.